Na para 2 muaj kemi fillu një renovim të xhamisë tonë. Xhamia ju nuk shërben vetëm për adhurimet ndaj Zotit, por këtu është një vend ku ne edhe i pajtojmë njerëzit, kur ne edhe krijojmë paqe mes palëve. Ju që shedini, na para 2 muaj kemi fillu një renovim të xhamisë tonë, edhe e lusë Allahun e madh, pastaj i kërkoj gjithë besimtarëve tanë që të na ndihmojnë, që ta finalizojmë, e kemi nisë marë, na kanë ndihmu njerëzit tanë, xhamatet tona, të gjitha këto janë në koordinim me Këshillin e Bashkisë Islame këtu në Mitrovicë, sepse na kemi një funksionalitet të jashtëzakonshëm të mbarvajtjes së jetës fetare. E falenderoj Allahun, pastaj edhe Këshillin, pastaj edhe xhamatin, pastaj edhe njerëzit e vullnetit të mirë. Shpesh herë na ndihmojnë edhe njerëzit të cilët nuk gravitojnë në regionin tonë të Mitrovicës, por edhe njerëzit të tjerë prej të gjitha anëve. Çdo sadaka e tyre do të shkojë në vendin e duhur. E sot më shumë se kurrëherë më parë kemi nevojë me renovu xhamin tonë. Xhamia ju nuk shërben vetëm për adhurimet ndaj Zotit, por këtu është një vend ku ne edhe i pajtojmë njerëzit, kur ne edhe krijojmë paqe mes palëve në konflikt, edhe mundohemi që ta ruajmë gjakun e shqiptarit në mënyrë që duke u pajtu, duke ndërtu, edhe duke kultivu paqen, dashurinë, mirëkuptimin, jo vetëm mes komuniteteve tona apo komunitetit tonë musliman, por edhe komuniteteve të tjera, të cilat edhe pse në pakicë, po e gëzojnë respektin dhe nderin gjithmonë përjetësisht. Shqiptarinë e kemi së bashku, flamuri na bashkan, edhe mbi të gjitha dashuria për të madhin Zot, i cili reflekton çdo pore të jetës tonë. Prandaj e lut Allahun edhe nëpërmjet këtij mediumi që vëllezërit dhe motrat tona mos të hezitojnë me na ndihmu për ta finalizuar dhe përfundu renovimin e këtij tempulli të bukur fetar, islam dhe kombëtar shqiptar.